Hajduti, mos kujto se do bëhet një ditë bukur të zgjohet dhe do bëhet burrindershëm, more. Hajduti e ka vesh këtë histori. Pra, mos pret gjë tjetër për kësaj lloj qeverisje. Unë problemin e kam këtu, që neve duke i cytë kësaj ideje, domethënë gjithmonë rama, qeverisja, neve harxojmë jashtëzakonisht shumë, po shumë fare, le të themi, vëmendje dhe kohë me këtë lloj qeverisë dhe harrojmë veten tonë. Harrojmë se si të përmirësohemi ne dhe i lëm një lloj stagnacioni leadershipin ton, atëherë rehat aty, nuk i ngacmon njeri, zgjedhjet i bëjnë si të duan ata. Sot ne jemi Partia Demokratike, kemi zgjedhjet pas një muaji aty, nuk e dim akoma cilët votojnë, sa votojnë, kush është karta anëtarësisë, akoma themi, ti thua që janë 60.000, unë them që jam 80.000, ai tjetri thotë 105.000, ka tjetër thotë që janë 25.000. Pra ne nuk kemi bërë detyrat tona të shtëpisë. Dhe nuk kemi bërë akoma një palë zgjedhjet që të jenë model në kuptimin e mirëfillt të fjalës. Nuk mund t'i kërkosh zgjedhje të lira dhe të ndershme Edi Ramës kur të bën ti zgjedhje të mira të ndershme. Do ta nisësh nga vetja. Prandaj ky është diskursi im. Unë nuk dua me këtë gjë që të tërheq vëmendjen, mos e duket sikur nani, po merremi me opozitën dhe nuk merremi me gjëra më të mëdha. Jo, me Edi Ramën duhet merrem çdo ditë. Po ama duhet merrem dhe me Flamur Nokën unë burr. Se është numri 2 i partisë saj, intelektuali i partisë saj, o zotëri i nderuar. Më përfaqëson mua ai. Sigurisht mos e kam vendosur unë, e ke vendosur ti, ose se ke vendosur ti, e kam vendosur unë. Vota është bërë aty. Se si është votuar ne dy e dim, më mirë mos e di shqiptarët. Por nuk është kjo rëndësia. A do rregullojmë një shtëpinë tonë? Do ta bëjmë një herë? Pak rëndësi kam, a do jetë zoti Berisha, a do jetë Grigelsi aty, a do jetë Nardi apo ti. Për amati jetë një forcë e besueshme që kur dalim përpara qytetarëve, ata të mos na drejtojnë me gisht më. Ne sot Partinë Demokratike, ata që e drejtojnë sot Partinë Demokratike, na drejtojnë me gisht. Nuk kam besueshmëri tek ne, sepse nuk mund të kesh besueshmëri te një leadership që nga ngjizja e demokracisë në 1991 dhe deri sot është i pandryshueshëm. Këtu neve kemi gjetur vetëm grupe armiqësore, o Grigels. Po e shikoja një ditë, çdo 4-5 vite Partia Demokratike ka gjetur një grup armiqësor, që nga Azem Hajdari, Neritan Ceka, Arben Imami, Rina Peshkpia, ku di unë, Dosti, e deri Gramos Pashko, Genc Pollo, e deri pastaj me Josefina, me Patozje, me Lulzim Bashe, me Enkelida Libe, dhe tani na doli armik i popullit Ervin Saliani. Tani, nëse ti dhe unë, ti më thua mua që Ervin Saliani nuk është demokrat, këtu e mbyllim çdo lloj diskursin e dy bashku. Ose nuk është antar partije, se kjo ishte ose nuk është antar pra. Dhe ka një problem këtu Onertil te kjo puna e kryetë, se do ta them këtë dhe si çështje lajm. Sepse kam debatuar shumë me këta të cilët kanë konsideruar të përjashtuar. Jo, po mos më ka përjashtuar njëri. Ore, në statutin e Partisë Demokratike në 23 është antarësimi. Nëse ti nuk je më antar i Partisë Demokratike, nuk mund të kandidosh më. Nuk kandidon dot më. Nëse të ka përjashtuar Partia Demokratike, mund të ketë marrë një vendim të gabuar më. Nuk ka asnjë vendim ore, unë po e them për ata që ka përjashtuar zoti Saliani. Dakor, po s'është antar pra i partisë tonë. Kështu që tani që jemi qartë. Durrësit janë përjashtuar që nuk është antar i kryesisë. Zoti Saliani nuk është antar i kryesisë dhe këtë ja u faktoj edhe unë, sepse po si s'është antar partia, më jo antar kryesie. Atëre më lejo që t'ja sqaroj. Po ka ardhur mbledhja e kryesisë. Më lejo që t'ja sqaroj se është antar partia o Grigels. Kjo është tjetër çështje. Unë po them nuk ka asnjë vendim deri këtu. A është antar i PD-s? Zoti Karaj, nuk ka asnjë vendim që e ka përjashtuar. Mos më rrëshqit se kemi bërë një debat këtë burr. Po nuk ka pra asnjë vendim që ka përjashtuar zoti Saliani nga antar partia. E ka thënë zoti Noga. Ka thënë zoti Noga më burr. Edhe një po të them, unë si antar kryesie, nuk ka asnjë vendim kryesie që ka në dijenin time, në mbledhjet ku kam qenë prezant, nuk është marrë asnjë vendim